Procesi zgjedhjeve lokale në Republikën e Kosovës do të zhvillohet këtë diel, respektivisht me datën 12 tetor 2025. Bazuar në këtë datë, Armir Rexha, zyrtari i lartë komunal i zgjedhjeve në komunën e Xhakovës, bëri të ditur se më të shpallur datën e zgjedhjeve, Komisioni Komunal Zgjedhor ka bërë miratimin e plan programit të aktiviteteve në nivel lokal. Me shpalljen e datës së zgjedhjeve, ne kemi miratuar planin e aktiviteteve në nivel lokal. Aktivitetet të cilat Komisioni Komunal i Zgjedhjeve i ka përfunduar deri më tani është periudha shërbimit votues, ku gjithë votuesit me të drejtë vote kanë pasur mundësinë të bëjnë ndryshimin e çantës së votimit të caktuar sa më afër adresës së tyre të banimit. Prandaj kemi pas periudhën e kundërshtimit dhe sfidimit të listës së votuesve, të gjitha pasaktësitë që kanë qenë në listën e votuesve. Prandaj periudha e regjistrimit të votuesve jashtë vendit, gjithë votuesit nga diaspora kanë pasur mundësinë të regjistruar përmes platformës, ku dhe aktualisht tani është hapur platforma dhe është duke mundësuar votimi i tyre deri më datën 11 që t'i dërgojnë flet votimet në postat varësisht se ku ata janë regjistruar, qoftë jashtë vendit në shtetet e tyre përkatëse apo direkt në postën e KQZ-s. Rexha i bëri të ditur që në komunën e Xhakovës janë gjithsej 36 qendra të votimit, me 146 vendvotime, ndërsa ekziston edhe një qendër votimit me kusht me 2 vendvotime, duke bërë të ditur që në komunën e Xhakovës të drejtë vote ka 121.768 votues. Në komunën e Xhakovës kemi gjithsej të 36 qendra të votimit me 146 vendvotime, ndërsa kemi një qendër të votimit me 2 vendvotime, një qendër të votimit me kusht me 2 vendvotime. Gjithsej trupa menaxhuese të zgjedhjeve që do të jenë bashkë procesit në ditën e zgjedhjeve në këto qendra të votimit përkatësisht në vendvotime janë gjithsej 800 persona. Numri votuesve në komunën e Xhakovës është gjithsej 121.768 votues. Se i përket numërimit të votave pas mbylljes së procesit zgjedhor, Rexha i bëri të ditur që në qendrën komunale të numërimit do të jenë të pranishme 13 ekipe të cilat do të punojnë me 2 ndrime. Pranë datës së zgjedhjeve e kemi funksionizuar edhe QKN, domethënë qendra komunale e numërimit, është duke vendosur teknologjia mbështetëse, ku do të bëhet verifikimi i votave të kandidatëve për kryetar dhe për subjekte politike, ndërsa do të bëhet numërimi i votave për kandidatët të kuvendeve komunale apo për asamblesë. Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve do të punohet me 2 ndrime, kemi gjithsej 13 ekipe të numërimit. Sipas planit të KQZ-s, puna e numërimit do të përfundojë brenda 4 ditëve. Ndër të tjera, Rexha i potencoi që pritet që ky proces të shkojë pa probleme, duke shpresuar që sa më shumë qytetar ta ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar.